Ruptura e ligamentit kryqëzor të përparëm është një ruptura apo një lëndim i cili zakonisht ndodh tek personat e moshës më të re, edhe gjatë aktivitetit fizik. Zakonisht janë pacientë të cilët mirren me sport, qoftë në mënyrë profesionale ose për rekreacion. Janë pacientë të moshës së re, pacientët mundën më paraqitet prej moshës 14 apo 15 vjeçare deri afërsisht rreth moshës 40 vjeçare. Tek ruptura e ligamentit kryqëzor të përparëm apo ACL-s ose ACL-it, shumica atyre që shohin futboll e dinë që është një prej lëndimeve që i dëmton më shumë të futbollistat në kuptim të rikuperimit, për shkak se kthimi deri në aktivitet përsëri është 9 muaj deri në 1 vit. Tek pacientët të cilët nuk mirren me sport profesionist, ky lëndim bën që ata për shembull në përgjithësi me lanë aktivitetin. Dhe kjo paraqet një problem tjetër për shkak të pengesave që i paraqet lënia e aktivitetit fizik. Zakonisht pse lajnë sportin është për shkak se kanë pas dhimbje, kanë pas shqetësim, janë friguar, mandej është dashur me pas një ndërhyrje operative, është dashur me bërë rehabilitim fizikal për një kohë më gjatë, edhe kjo bën që ata më thonë veç të kthehem edhe një herë me lëviz normal, se ma nuk kam me bë sport, nuk kam me bë futboll ose basketbol. Sa i përket shpërndarjes gjinore, preken edhe meshkujt edhe femrat. Sa i përket menisqeve, edhe këto janë lëndime të cilat zakonisht vinë në sport gjatë aktivitetit fizik, për shkak se në vendin tonë futbolli është shumë i përhapur, lëndimet e ACL-it edhe të menisqeve zakonisht ndodhin gjatë lojës së futbollit, kurse po ashtu si sportet tjera me rrezik janë edhe basketbolli ose skijimi, që çojnë deri tek lëndimet e këtyre. Për shkak se paraqiten në moshë të re dhe për shkak se janë shumë të struktura jashtëzakonisht të rëndësishme brenda gjurit, për shkak se shkaktojnë një instabilitet dhe ACL-i në këtë rast dhe menisku për shkak të humbjes së kongruencës dhe amortizimit që ndodh brenda gjurit, atëherë është e domosdoshme trajtimi operativ. Pra, duhet të bëhet rekonstruktimi i ligamentit apo duhet të bëhet riparimi përkatësisht qepja e meniskut. Për shkak se si thash paraqiten në mosha të reja, është e domosdoshme të operohen, sepse nëse nuk operohen, këta pacient kanë me përfundu në artrozë në moshë shumë të hershme sesa që ne presim pra një pacient tipik të artrozës. Prandaj duhet të bëhet ndërhyrja kirurgjike, operimi për ACL-in ose për meniskun, ashtu që ta prevenojmë artrozën, po njëjtën kohë ta kthejmë pacientin në sport, qoftë profesionist apo rekreacional, por edhe ta mbrojmë pra dëmtimin e nyjes për të ardhmen. Ndërhyrje që realizohen për rekonstruktimin e ACL-it janë ndërhyrje më pak invazive, në kuptimin që realizohen me një pajisje që na e quajmë artroskop, dhe pra krejt ndërhyrja bëhet me 2 apo 3 incizione shumë të vogla rreth 1 cm, futemi brenda nyjes edhe shohim gjendjen reale të nyjes përmes kamerës të cilën e posedon artroskopia. Përmes kësaj ne e shohim pra çysh është gjendja e gjurit, te rekonstruktimi i ACL-it ne duhet të marrim një graft, zakonisht është tendin. Dallimi mes tendinës pra dhe ligamentit është se tendina është strukturë që i lidh muskulin me kock, kurse ligamentet janë struktura që i lidhin kockat me kock. Pra në këtë rast, ACL është një ligamenti kryqëzor i përparëm dhe ne zëvendësojmë atë me një tendin. Qysh bëhet operimi, pra thash që futemi me artroskop, duhet që ta marrim një graft të ri, kemi 2 apo 3 lloj të grafteve të cilat i marrim, pra tendinat të cilat i marrim, dhe i përgatisim që t'i fusim përmes tuneleve kockore që i hapim, për ta vendosur graftin e ri, ashtu që të kthehet stabiliteti. Sa i përket menisjeve, duhet të bëhet qepja e tyre në raste kur dëmtimi është shumë i madh dhe ruptura është shumë komplekse, duhet të largohet ajo pjesë komplet, që është diçka që as ne nuk e kemi qef, për shkak se sa më shumë që e largojmë, aq më tepër pra gjuni ka me pas probleme në të ardhmen, edhe pse fillimisht për 10 apo 20 vjet e radhës prej operimit ka me qenë në gjendje të mirë. Çka bëjmë ne ose çka tentojmë vazhdimisht ta bëjmë është që ta ruajmë meniskun, madje edhe kampanjat ndërkombëtare janë në kuptimin Save the Meniscus, do të thonë të ruhet menisku, prandaj ne tentojmë që ta qepin dhe kjo bëhet përmes penjeve të veçantë, përmes të cilëve mundemi me stabilizu edhe me rujt meniskun, ashtu që ardhmja të jetë më e mirë për këta pacientë.